Dje rreth orës 16:30 zyrtarët policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë arrestuar personin EB 36 vjeç nga Zdunja e Gostivarit, i cili me urdhër të gjykatës kërkoi përvuajtje të dënimit me burg prej 2 vjetësh për veprën penale prodhim dhe shpërndarje e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekursorëve nga neni 215 i Kodit Penal. Personi është dërguar në INKP Burgu Idrizov për vuajtje të dënimit. Dje rreth orës 11 zyrtarët policor të stacionit policor të kalimit Kufitari Azhinc për shkak të tejkalimit të qëndrimit kanë arrestuar personin AH 34 vjeç nga Republika e Shqipërisë. Ai është mbajtur në SPB Tetov për procedurë të mëtutjeshme. Mbrëm në orën 19:10 në SPB Tetov, personi LT 40 vjeç nga fshati Poroi i Tetovës ka raportuar se rreth orës 12:15 para shkollës fillore të fshatit, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga një i mitur tjetër nga fshati, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 13:30 në njësinë policore Gallat, JM 42 vjeç nga Gostivari, ka raportuar se rreth orës 12:20 në fshatin Dobërdoll të Gostivarit, pas një debati të shkurtër është sulmuar fizikisht nga MI nga ky fshat, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm rreth orës 21 në drejtorinë e policisë të Arc, personi AS 23 vjeç nga fshati Dobroshti i Tetovës ka raportuar se rreth orës 20:30 në fshat pas një debati të mëparshëm është sulmuar fizikisht nga EM nga i njëjti fshat, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm pas mesnate, BF 64 vjeç nga një fshat i Tetovës është paraqitur vetë në sektorin për punë të brendshme Tetov. Ai një ditë më parë në orën 22 në SPB Tetov është raportuar nga nusja e tij 42 vjeçare se në shtëpinë e tij kishte sulmuar fizikisht djalin e saj të mitur, nipin e tij, i cili pas divorcit jeton me babain e tij. Sipas raportit, ai ka përdorur edhe një mjet të fortë. BF është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Dje rreth orës 13:40 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, një 40 vjeçare nga Tetova ka raportuar se është sulmuar fizikisht në shtëpinë e saj familjare në Tetov nga bashkëshorti i saj MN nga Tetova, me të cilin janë në procedurë shkruorzimi, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 18:55 në fshatin Siniçan të Tetovës, zyrtarët policor nga njësiti policor Kamjan kanë privuar nga liria personin GM 72 vjeç nga ky fshat. Ai u gjet dhe ndalua nga një rojë pylli në fshat me dru zjarri të prera pa leje të ngarkuar në një traktor. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Mbrëm rreth orës 20 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, personi RM 70 vjeç nga Gostivari ka raportuar se është kafshuar nga një qenë ndacak në rrugën JNA në Gostivar.